Mediat që dje heshtën, sot dolën të njollosin protestën. Sa qesharake është bërë një pjesë e medias shqiptare. Sa e pistë, sa e lodhur, sa e përdorur dhe sa e zhytur në baltën e interesave politike, ekonomike dhe klienteliste. Media që duhet të ishte syri i publikut, sot në shumë raste është kthyer në zyrë propagande. Në vend që të mbrojë qytetarin, e përball. Në vend që të ndjek të vërtetën, ndjek urdhrin. Në vend që të hap kamera për kauzat e njerëzve, i hap vetëm kur duhet t'i deformoj, t'i kontrolloj ose t'i njollos. Deri dje, protesta e Rogozhinës, Zvërnecit, Tragjasit, Durrësit dhe qytetarëve të tjerë që ngritën zërin për tokën, pronën, breakdatein dhe të drejtën publike, nuk meritonte as 2 minuta kohë televizive. Nuk meritonte hapësirë. Nuk meritonte debat. Nuk meritonte as një kronikë serioze. Deri dje, mira shqetësime qytetare nuk ekzistonin për ju. Sot, papritur, dilni me kamera. Sot, papritur, dilni me telefona. Sot, papritur, dilni me mikrofon. Sot, disa prej jush dalin edhe me fjalime në shesh, sikur të kishit qenë gjithmonë aty, sikur të kishit mbrojtur ndonjëherë këtë kauz, sikur të kishit qëndruar ndonjëherë në krah të qytetarëve kur ata kërkonin vetëm një gjë, transparencë. Por hipokrizia nuk mbaron këtu. Sepse pasi injoruat qytetarët, tani po përpiqeni t'i njollosni. Tani hidhni dyshime se mira njerëz në shesh që kanë agjentur greke, dorë serbe, të paguar, të shtyr, të përdorur. Pra, kur qytetari hesht, ju e shpërfillni. Kur qytetari ngrihet, ju e shpallni të dyshim. Kur qytetari kërkon llogari, ju i vendosni etiketë. Po çfarë mendoni se janë shqiptarët? Buk peshku? Mendoni se mund t'i targoni si të doni, kur të doni dhe sipas interesit të radhës? Mendoni se mund t'i quani patriot kur ju duhen për dekor televiziv dhe agent kur nuk i kontrolloni dot? Mendoni se qytetarët nuk e shohin lojën tuaj të ndyrë? Ju nuk po bëni gazetari. Po bëni shërbim. Po shërbeni narrativën që kërkon të tremb njerëzit, të ndaj protestën, të turpëroj qytetarin dhe ta detyroj të heshtë. Kjo nuk është media. Kjo është makineri baltosjeje. Një media e ndershme do të pyeste, pse protestojnë këta njerëz? Një media e ndershme do të hetonte, kush po merr vendime mbi tokën publike? Një media e ndershme do të kërkonte, ku janë dokumentet, kontratat, pronësit, kompanitë, firmat, përgjegjësit? Një media e ndershme do të ishte në teren që ditën e parë, jo vetëm kur sheshi bëhet i madh dhe protesta nuk fshihet më. Por ju nuk e bëtë këtë. Ju heshtët kur duhej të flisnin. Ju u zgjuat kur duhej të deformonin. Ju erdhët kur duhej të filmonit, jo kur duhej të mbronin. Dhe sot, me çfarë të drejte i kërkoni qytetarit t'ju jap intervistë? Me çfarë të drejte i afroheni me kamera njerëzve që deri dje i injoruat? Me çfarë të drejte merrni pankartat e tyre, fytyrat e tyre, zërat e tyre, për t'i futur pastaj në kronika ku hidhni dyshime si të përdorur nga të huajt? Jo. Qytetarët nuk kanë asnjë detyrim t'ju ushqejnë ekranin. Qytetarët nuk kanë asnjë detyrim t'u japin zë mediave që nuk u mbrojtën kur zërin. Qytetarët nuk kanë pse të japin intervista për ata që i quajnë grek, serb apo të paguar vetëm pse mbrojnë tokën e tyre. Prandaj sot thirrja është e thjeshtë dhe e drejtë. Bojkotoni këto media mediokre. Mos u jepni intervista. Mos u jepni foto me pankarta. Mos u jepni pamje që nesër t'i përdorin kundër jush. Mos i ushqeni ekranet që deri dje ju lanë në errësirë dhe sot duan t'ju shesin si të dyshim. Kjo protest nuk ka nevojë për mikrofonat e atyre që erdhën vonë dhe erdhën keq. Kjo protest ka nevojë për qytetarë me dinjitet, për njerëz që nuk pranojnë të përdoren, për shqiptarë që nuk pranojnë të fyen në tokën e tyre. Sepse të kërkosh transparencë nuk është tradhti. Të mbrosh breakdatein nuk është agjentur. Të dalësh në shesh për tokën tënde nuk është krim. Krim moral është ta injorosh qytetarin kur kërkon ndihmë dhe ta njollosësh kur bëhet i fortë. Krim moral është të veshësh baltën me kostum gazetarie. Krim moral është të quash të huaj njerëzit që po mbrojnë vendin e tyre. Dhe për këtë, një pjesë e mediave shqiptare duhet të turpërohet. Jo qytetarët. Jo protestuesit. Jo ata që dolën në shesh. Të turpërohen ata që dje heshtën dhe sot shpifin. Të turpërohen ata që dje nuk dhan as 2 minuta kohë televizive, ndërsa sot bëjnë sikur janë zëri i popullit. Të turpërohen ata që kërkojnë klikime mbi dinjitetin e qytetarëve.
Të turpërohen ata që e kanë kthyer gazetarinë në treg shërbimesh. Shqiptarët nuk janë pronë e ekraneve tuaja. Shqiptarët nuk janë dekor për kronikat tuaja. Shqiptarët nuk janë turm për t'u përdorur dhe për t'u baltosur. Kush i quan qytetarët grek e serb vetëm pse protestojnë, nuk meriton mikrofon në atë shesh. Kush i përbalt njerëzit vetëm pse nuk i kontrollon dot, nuk meriton besim. Kush nuk e mbrojti kur interesin publik, nuk ka të drejtë të flasë sot në emër të publikut. Bojkotoni mediat që ju përdorin. Bojkotoni mediat që ju njollosin. Bojkotoni mediat që kujtohen për popullin vetëm kur duhet ta baltosin. Sepse një popull që mbron tokën e vet nuk ka pse t'i jap zërin atyre që duan t'ia marrin dinjitetin.